Neve si familje harrim rreth në 300 tonë. Kjo nuk ekziston asnjë gjë nga këto. Kam ekur në 16 vjeç, jetova rreth 18 vjet në Athinë. Ne si familje kemi dërguar 250 tonë me mandarinë. Fillimisht filloi babai me tokën që kishim marrë në të njëshin. Kemi rreth 12 vjet që merrem me këtë kultivimin e mandarinës. Punë na pëlqeu. Filloi babai fillimisht. Pastaj u angazhuam dhe neve me këtë punë. Babai filloi me 1 hektar. Neve tani kemi arritur rreth 7 hektar. Kemi blerë toka, kemi investuar në këtë frutikulturë. Këtu jemi në zonën e Mursisë. Unë jam nga fshati Çiflik i bashkisë Konispol. Dhe kam blerë parcelën këtu në Mursi. Domethënë tani jemi gjithë një bashki domethënë. Bashkia Konispolit quhet. Është një frutikulturë që do kujdes gjatë gjithë vitit. Po më shumë fillon që në pranverë, dje në shtator. Tani fillon vjelja. Tetor, nëntor, dhjetor. Qëmë në plerimin që krasit që fillon që në shkurt. Fillon krasit e në shkurt mars, prill mbaron domethënë. Pastaj fillon ulëzimi, plerimi bazë që quajmë neve. Spërkatet e domosdoshme që do kjo frutikulturë. Është sasia më e madhe këtu është klementin. Ka dhe portokalle pastaj, po në një agrume. Tani fillojmë në vjeljen, kemi filluar, kemi rreth 20 ditë pothuajse, që kemi filluar vjeljen. Edhe tregun kemi Kosovë, Shqipëri, edhe eksportojmë dhe jashtë. Problem për punëtorët tani është bërë sapo vetë edhe më problem. Ka patur punëtorë, tani ca kanë emigruar, ca kanë lënë punë, janë moshatar, të rinj nuk hinë në këtë punë. Edhe kemi pak probleme tani, po vi nga zonat e lartë nga Shqipëria, Arveriu, po thuajse. Me rreth hapësirë na intereson të arresin, po ngecim në fuqia punëtore. Po nuk realizohem në fuqi punëtore, nuk si përballojmë dot. Bëjmë familjarisht, biznes familjarisht kjo. E sa mundem. Tani për vjelje marrim për shembull punëtor, rreth 10 veta kemi çdo ditë sezonar, 3 muaj për shembull punë. Neve si familje harrim rreth në 300 tonë. Domethënë duam 3 muaj punë edhe me 10 veta çdo ditë. Edhe po mbaruam, se si harim dot. Po të kishim më shumë punëtor, për shumë mund të mbarojmë më shpejt. Po dhe këta i realizojmë, kemi ca njerëzit tanë, domethënë kushurinë të afër më shumë, që na ndihmojnë, me pagesë sigurisht, po ju vinë në punë. Përkati përdorin aq sa janë të lejueshme, domethënë edhe shumë më pak. Fare. Se tani kohët e fundit kemi dëgjuar domethënë që janë edhe jo pesticidet, jo kjo nuk ekziston asnjë gjë nga këto. Këto janë i disave që intereson domethënë që të prishin imazhin edhe emrin e zonës për interesa të ndryshme, po nuk ekziston asnjë gjë. Të paktën në zona e Konispolit, Mursi, Xar. Se neve njihemi me fermerët, njihemi domethënë jemi të gjithë njihemi bashkë dhe dimë se çfarë bën edhe njëri edhe tjetri domethënë. Jemi në normat e lejueshme. Ne bëjmë edhe analiza si në Shqipëri, edhe në Itali, ne punojmë me një kompani Lidl që ka këtu në zonë ka disa vite. Edhe analizat ata i bëjnë vetë, i marrin çojnë në Itali, i marrin vetë në parcella, dalin super të lejueshme, edhe më pak se sa norma e lejueshme. Po unë kam ekur në 16 vjeç, jetova rreth 18 vjet në Athinë. Puna ime është hidraulik. Si zanat, po kishte filluar babai, siç u thash në fillim, me mandarinën, edhe pam si interes, edhe më pëlqen si natyrë, si frutë edhe kështu, dhe prandaj edhe investuam edhe lekët emigrimit, investuam këtu. Veta rreth 8 vjet jam këtu. Të rritja vlen, po është pak, nuk është edhe aq e kollajt, sa domethënë që siç duket. Do shumë mund, po pati dëshirë edhe çdo gjë realizohet. Është një diçka që tash përblen. Po ta kujdesësh siç duhet. Po na pëlqen edhe vendlindja, gjithmonë kemi pasur atë që të bëjmë diçka në vendin tonë, edhe prandaj investuam edhe tani presim të marrim ta kthejmë të mundim mbrapsht. Puna e parë është kjo tani. Se do kujdes, nuk mund të po vjen për pothuajse një ditë po një tyra në parcellë. Janë në 6 vende të ndryshme. Kemi në fshatin Çiflik, Mursi, s'është parcella të ndryshme, janë parcella të ndryshme. Edhe duhet të kalosh, të shikosh, është në çfarë gjendje, ka edhe sëmundje tani që këto vite e fundit janë shtruar edhe sëmundjet, edhe rrim pak si ndakohet, i them. Kujdesim si fëmijë. Mandalja më e mirë bëhet në këtë zonë
e Konispolit dhe Mursit Xardo, më komplet. Është klima, toka, që bëjnë mandarinë më të shishme, bëhet mandarinë dhe në Berat dhe në Lushnjë, po si mandarina si Klementina që bëhet në këtë zonë tonë nuk bëhet. Ka një shije të veçantë. Edhe eksport që çojmë, ato na thonë dhe ata. Marrin dhe në Greqi, marrin dhe në Turqi mandarinë na thonë, po Klementina juve ka diçka të veçantë, është shije. Miremi me agronomin, me përgjithësinë me mandarinën, portokallën, novat. Po bëjmë diku te 15 vjet, 14 me 15 vjet. Po e kemi nisur si një biznes familjar. Jemi avash në zgjerim. Një zgjerim i konsiderueshëm. Kemi hapësirë diku te 3 hektar. 3 me 4 hektar me mandarina. Diku te 2000 bim. Sezoni zakonisht fillon fillim nëntori dhe mbaron në fund janari, varet nga kërkesa e tregut. Tregu mirë duket, shumë i mirë duket për momentin. Ka ndaluar disi kemi një divjeçar që po na sulmojnë me pesticidet, që s'është e vërtet, as pak e vërtet. Këto e konfirmojnë dhe analizat që kemi bërë në Evropë, si në Greqi, si në Itali, për besimin e konsumatorit. 90% jemi me analizat, tani se neve vjellim pjesërisht, nuk vjellim gjithë në një kohë. Neve që vjellim në këto moment jemi të gjithë të pajisur me analiza. Po, një biznes familjar, po, angazhojmë punëtor sezonal, gjatë 2 muajve, ose 3 muaj tani, tetor me janar, dhe pak në behar, pasaj më shumë mirëm me familja, me mirëmbajtjen e pemëve, mirët familja. Grumbullimin e bëjmë të Agrokonispoli. Me Agrokonispoli është një bashkëpunim shumë i mirë se në radhë të parë është garancia e konsumatorit. Në fillim bëjmë analizat dhe pasaj vazhdojmë vjelja. Cilësia, pasaj me cilësinë e kështu mirët Agrokonispoli për tregun. Me sa di, tregu kryesor është Shqipëri dhe Kosovë, që dua shumë t'i falenderoj për mbështetjen që na japi neve si fermer. Pasaj me ndihmën e Agrokonispolit dhe 2-3 pikave ndoshta të tjera në zonë, ikin dhe në Evropë. Është e vetmja punë, është shumë e vështirë si punë, jashtë mas e vështirë. Po në fund, ja vlen besoj në fund të vitit, po gjatë gjithë vitit në kujdes. Ai kujdesi që tani jesh në media i pesticideve, ne jemi gjithë vitin të monitoruar nga një agronom, që ne të kjo pikë kemi agronomin me origjinë italian, edhe jemi në bashkëpunim me agronom italian të kësaj pike, të Agrokonispolit. Ne si familje kemi diku te 250 tonë me mandarina. Quhem Mentol Lumani, edhe jam kultivues mandarinës në zonën e Konispolit. Quhem Ermal Shero, jam fermer i bashkisë Konispol.